Faleminderit zonja drejtuese, me qënë se unë këtu gjova shumë lavde për universitetet shqiptare, duke i pranë La Sapiences, Bolonjës, Bokonit, po i referohem një përfundimi të një prej organizatave që merret me rankimin botror të universiteteve, gjojeni që të ndriçohesh pak. Dhe aty lutem shumë. Jo, 1 minutë lutem. Po të lutem shumë tash. Ka kjo me procedurën. Po ka lidhje me procedurën sepse po sqaroj. Dhe një herë tjetër. Po mirë, keni frikë nga vërteta ju se unë se marr vesh fare. Ju lutem, po nuk ka lidhje ju. As po atakoj njëri. Ju lutem që mos ta prishim rregull. Tash ju, edhe një herë tjetër. Unë kam procedurën time dhe e parashtroj vetë. Ka lidhje me procedurën. Ta përfundoj unë dhe në fund fare jep vlerësimin s'mund t'japësh vlerësim paraprak. Zonja drejtuese, lutem shumë se ndërkohë, domethënë edhe minutazhi ikën, kam një informacion shumë të rëndësishëm dhe është çështje procedure për atë që po diskutohet këtu, se po diskutohet për arsimin e lartë në mënyrë të veçantë kuadër të marrëveshjes. Dhe është shumë e thjeshtë për të qenë qartë për procedurën. Kjo organizatë e ka përcaktuar në rankimin e saj nga 1501 universitete Shqipëria është jashtë. Dhe ndërkohë, nga rajoni në këtë rankim janë universitetet e Maqedonisë, Serbisë, Slovenisë dhe jo vetëm kaq, janë universitetet e Afrikës, cilët kanë të ardhura për frym dhe GDP për frym më tullët 10 fish se sa Shqipëria. Keni Sudanin, i cili e ka 600 deri në $700 e ka të ardhurat për frym. Është Uganda, që është 900 deri $1000 për frym. Shqipëria ka 8500, 9500, është Etiopia, dhe kjo është skandal, është për të vënë duart në kokë. Ndërkohë që Shqipëria pretendon që ka universitete, pretendon që ka kërkim shkencor, Shqipëria nuk rezulton në asnjë prej këtyre rankimeve. Megjithse vazhdon të krenohet me fjalë boshe dhe me universitete që janë thjesht iluzione se bëjnë kërkim shkencor dhe se transmetojnë dije dhe nxjerrin diploma reale. Faleminderit. Zoti Braçe, keni fjalën të përgatitet zonja Nikola. Lutem kolegë, mbajmë pak qetësi. Zoti Boçi, natyrisht që kjo është e padrejtë, me thënë drejtë. Kemi po, ato doja të thë edhe unë, kemi që nga mëngjesi këtu, kemi kaluar vetëm një pikë të rendit ditës në cilën vetëm kjo ana këtej ka folur për aktin normativ, ndërkohë që ana juaj nuk ka thënë asgjë për aktin normativ. Tani vim tek pika e dytë. Ju personalisht folët 10 minuta, nga të cilët 9 minuta e 30 sekonda për një aktivitet politik partjak tuaj dhe vetëm 30 sekonda për këtë marrëveshje. Dhe një merrni dhe 3 minuta tjera për të folur për një element që s'ka lidhje për marrëveshjen. Tashi nuk është e drejtë, ashtu siç nuk është e drejtë e folura me atë gjuhë që sapo dëgjova këtu nga doktori. Dhe vërtet nga doktori nuk e pres. Që të thua shoroft Italia, bravo Italis, bravo qeverisë italiane dhe turp qeverisë shqiptare, që është palë në këtë marrëveshje, domethënë nuk shkon. Nuk është gjuhë partneriteti kjo gjë, doktor, të lutem. Nuk është gjuhë partneriteti kjo gjë. Pa tjetër që mund ta kritikoni qeverinë, ta shani qeverinë, sa doni, nga mëngjes deri në darkë. Po të paktën për këtë dokument që është këtu përpara, nuk ka arsye për çfarë ta shash. Marrëdhëniet me Italinë nuk kanë qenë kurrë në këtë nivel. Dhe ju e dini fort mirë këtë gjë. Kurrë. Edhe në qeveritë më parshme Partisë Socialiste edhe në qeveritë më parshme të Partisë Demokratike. Nuk hyn kurrë në një kornizë të tillë të zhvillimit ekonomik dhe të gjithëanshëm shoqëror. Se po të kishin qenë, po patjetër, do ishte e padobishme kjo marrëveshje që kemi sot përpara. Ajo që vlen si një kornizë për të udhëhequr marrëdhëniet midis dy vendeve në një rrugë të qartë europiane, e ku Shqipërisë i ofrohet bujarisht dia, njohuria, teknologjia, për atë që ne kemi më shumë nevojë se kur, për të rritur produktivitetin edhe ekonomik, po produktivitetin edhe shoqëror të këtij vendi. Fushat që janë përshkruar në këtë marrëveshje, si pjesë e këtij bashkëpunimi,
janë një etike për Shqipërinë, duke filluar nga shëndetësia, për cilën flisni ju, me të drejtë edhe kritikoni ju, siç kritikojmë dhe ne. Dhe çfarë duam? Duam të marrim me ekselencën italiane në shërbimin shëndetësor me qëllim që atë që Italia e ka arritur në kaq e kaq vite, që e mbron si shoqëri në kaq e kaq vite, sistemin shëndetësor publik, ta kemi edhe ne këtu. E dyta vjen industria, ku ne jemi deficitar. Deri tani kemi qenë thjesht dhe vetëm fasoni, përgjithsisht fasoni i Italisë. Të ndërtojmë, të lutem, të ndërtojmë industritë përbashkëta me Italinë, duke filluar edhe nga industria e sigurisë, po patjetër që është një avantazh shumë i madh për ne. Për të folur eksaktësisht për atë që edhe ju folët, po në një dimension komplet tjetër që ka të bëjë me arsimin, e ku Italia ka përvojë qindra vjeçare, e ku ne në po kaq vite jemi deficitar maksimalisht. Është shumë e thjeshtë të flasësh sot për Universitetin e Shqipërisë, po ne jemi bërë vend me universitet pas luftës. Pas luftës, ndërkohë që ata qindra vite, edhe një herë, qindra vite, Italia po flas. Dhe natyrisht kjo gjë na duhet, për më tepër që të ridimensionojmë universitetet tona në kushtet në cilat ndodhemi. Mos harroni që kjo marrëveshje është nënshkruar eksaktësisht tani në një periudhë të ndërmjetme, ku ne edhe negociojmë, edhe realizojmë për të shkuar për të bërë antar të Bashkimit Evropian, ku këta janë prej vitesh tashmë. Ajo që doja të thoja unë ka të bëjë me faktin që ne me Italinë kemi te kaluar çdo gjë. Kemi pas histori të mirë, ashtu siç kemi pas edhe luftra midis dy vendeve, dy të paktën. Po kemi te kaluar çdo gjë në arkun e 35 viteve. Dhe ecim përpara duke jo vetëm çuar marrëdhënien në një nivel gjithmonë më të lartë, por në krahun tjetër duke zgjidhur të gjitha problematika. Niveli i integrimit të shqiptarëve në Itali është në kuota maksimale. Ne nuk kemi probleme me Italinë as në kufi, as ke zyrat e biznesit, as tek zyrat e pronave. Zero. Dhe sa më lartë vetë niveli i marrëdhënieve me Italinë, aq më keq duket Greqia. Në raport me ne. Ky është problem dhe është problem shumë i madh për gjithë. Jo thjesht për qeverinë, po për gjithë shoqërinë shqiptare. Grekët janë fëmijët tanë aty më tanë. Dhe ne kurrë nuk mund të kemi ato marrëdhënie që kemi me Greqinë, dhe që nuk vijnë nga ne. Tani ajo është sjellja e përvitshme. Për Krishtlindje apo për Pashkë, për vit të ri, atje në kufit jugor të Shqipërisë është turpëruese për një vend antar të Bashkimit Evropian. Mënyra se si një pjesë e Greqisë politike i shikon shqiptarët, natyrisht është e papranueshme. Ne jemi atje jo vetëm si qytetar evropian, si fqinj, po jemi atje edhe si një aset shumë i rëndësishëm ekonomik. Po ata nuk mund të na shikojnë ne thjesht dhe vetëm si punëtor krau që s'kan të drejtën të kthehen në vendin e tyre. Shqiptarët janë ndër punëtorët më të mirë në Greqi, siç edhe në Itali e siç në gjithë botën. Po nuk mund të na shohin thjesht dhe vetëm si krah pune. Që nuk kemi kur të drejtën që të vim e të festojmë festat tona fetare ose jo, vitin e ri, atë bëjmë pushimen në vendin tonë. E atje në kufi vendosen barrierat e dy policëve që e kanë hobi tani krimin e rradhë nga 4, nga 5, nga 6 kilometra. Sa herë ka Pashkë, sa herë ka Krishtlindje, sa herë ka Vitri, sa herë ka pushime verore në Shqipëri. E kemi këtë gjë me Italinë? Jo. Me Italinë kemi zgjidhur probleme që në 91-shin të kësaj natyre. Tani mbas 36 vjetësh të kemi po prapë të njëjtin problem. Ky është merr. Të njëjtin problem me sipërmarrjet. Sipërmarrjet shqiptare në Itali janë kthyer në një faktor shumë të rëndësishëm, kontribuitiv brenda ekonomisë të madhe italiane. E që vlejnë, patjetër vlejnë për t'i bërë atë thirrjen e vazhdueshme për të ardhur për të investuar këtu, në vendin e tyre tashmë.
po niveli i integrimit të tyre atje, natyrisht që është në kushte optimale. Po shikojni atje se si trajtohen edhe punëtorët edhe emigrantët shqiptarë në Greqi. Shikojni pak. Një cop leje që duhet paguash, një cop leje që të detyron paguash sigurime shoqërore në avans për të marrë ato cop leje. Për të marrë ato cop leje. Edhe pse sa herë ka pasur nevojë për krah punë Greqia, shqiptarët kanë qenë atje, duke bërë punët më të vështira e duke dhënë shembullin më të mirë. Pra kjo marrëveshje që kemi përpara është një nga elementet më të mirë kyç që ne kemi bërë me shtetin fqinj. Është një kornizë e vlefshme, e dobishme, po që duhet vjet në lëvizje. Dhe natyrisht nëse ka diçka që duhet i thuhet qeverisë, është eksaktësisht kjo. Që nga marrëveshja tek projektet konkrete që materializojnë atë, po është një rrugë e tërë e gjatë përpara e ku burokracia ose paaftësia në këtë anë apo burokracia në atë anë nuk duhet bëj ta dështoj këtë marrëveshje. Po i referohem marrëveshjes për pensionet, që e kemi me vendet më të rëndësishme të Europës, duke filluar nga Gjermania e duke ardhur këtu ke Italia, po se kemi me Greqinë. 3800 shqiptarë kanë aplikuar. 500 dosje me të dhënat e para kanë shkuar atje, po ende s'ka përfituar asnjë qytetar shqiptar nga marrëveshja. Dhe normalisht burokracia e instituteve, jo këtij tonit, ky është i gatshëm, i dëshiruar për të çuar të dhënat me vitet e punës për çdo shqiptar që ka punuar në Itali apo që jeton sot në Itali e që duhet përfitoj pensionin, po edhe të burokracisë italiane duhen të kaluar me qëllim që ajo marrëveshje të ketë efektivitet plot. Po e përsëris, është një marrëveshje që nuk e kemi me Greqinë. Greqia e ka dhënë kujdo. Neve jo. Ndërkohë që ne, në raport me këdo tjetër, jemi krau më i rëndësishëm i punës në Greqi. Sot që flasë. Italia po zgjidhet, Greqia duhet jetë në plan. Për të çuar marrëdhëniet me të dy vendet tanë fqinj, edhe në perëndim, po edhe në jug të vendit tonë, sa në parti dhe mundur nivele maksimale në shërbim qytetarëve të Republikës Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit zoti Braça.